Po sigurisht që do të votojmë kundër, kuptohet ajo, derisa është kjo situatë kështu siç e ka sjell vendin lëvizjave të vendosje, duke u sjellur sikur një parti thuaj se ka fituar vetëm me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. A ka ndonjë kandidat konsensual që e voton Lidhja Demokratike e Kosovës? Nuk mund të ketë kandidat konsensual, ashtu siç ju po e quani, derisa arroganca dhe mënyra se si bën politikë ose si tenton kapjen e institucioneve të Republikës së Kosovës, kundërshtim edhe me vullnetin e qytetarëve, por edhe me kushtetutën, demokracinë e vendit, atëherë edhe konsensusi për ndonjë emër të përveçëm është i pamundur në këtë farë situatë. A do të ju si LDK keni marrë një farë ftesë nga kurti para se të fillojnë seancat plenare, por tash jo, nuk ka asë një ftesë për një takim tjetër para seancës sot, kështu që shihni çto se po qëllimi është më parafru megjithatë me mos ftesën tash, është një farë largimi tutje. Po ju i keni pa në vazhdimsi se si kanë trombetuar që kanë numrat e mjaftueshëm, bile me zespritjen mbledhjen e seancës konstituive dhe rezultati po del pak si ndryshe, atëherë këta duhet sillen konform deklarime publike të tyre. Nuk mund sillen gjithmonë me mashtrime ose nuk mund sillen gjithmonë me populizëm, sa për të plotësuar egon e militantëve ose egon e vetë personale për pushtet. Demokracia i ka këto rregulla, por në fundit duhet të respektohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Vullneti i qytetarëve të Kosovës është rezultati që asnjë parti nuk e ka maksimumin e domosdoshëm të vota për të krijuar vetë institucionet e Republikës së Kosovës, andaj konform saj po të ishin sjellur, më thonë konform këtij vullneti, atëherë sigurisht edhe qasja e partive tjera të përfaqësuar në kuvend do të ishin më ndryshe ose e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne jemi konsistent në atë që kemi deklaruar qysh në fillim, atë konsistencë po e mbajmë me veprim dhe me gjykim politik, por edhe me vullnetin e elektoratit tonë. Faleminderit.